Në transmetim të drejt për drejt me ditaren e fundjavës. Dëgjojmë shpesh të flitet për cilësinë e arsimit të lartë, por rrallëherë mendojmë si lidhet kjo me mënyrën se si universitetet publike i shpenzojnë paratë e tyre. Prej disa vitesh, një raport i hartuar nga qendresa qytetare mundohet të hedhë dritë pikërisht mbi këto shpenzime, duke dalur me gjetje dhe rekomandime. Raporti quhet Transparenca financiare e universiteteve, por interesante është të shikosh se si kjo transparencë në fakt shpesh shmanget. Për të kuptuar më shumë mbi këtë situatë, kemi në studio një nga autorët e raportit fundit, Kolindo Vjerda. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, e nisim pikërisht nga ky monitorim, që kur ka nisur, pse bëhet? Ky është një monitorim i përvitshëm, të cilin ne e sjellim pothuajse në 5 vitet e fundit. Qëllimi kryesor i këtij monitorimi është në fakt ajo që duhet të kryhej pikërisht nga vetë universitetet, nëpërmjet edhe disa mekanizmave digital të cilët në fund të ditës ne e shohim që nuk janë të updateuar. Mund të them që ka si qëllim kryesor pikërisht sjelljen e transparencës për studentët, për pedagogët, por edhe për mbar opinionin publik, sepse në fund të ditës shpenzimet që kryejnë universitetet rrjedhin nga tarifa që studentët vetë paguajnë, pra familjet shqiptare paguajnë për fëmijët e tyre dhe për studimin që fëmijët e tyre kryejnë në universitetet publike, aq më tepër pastaj kemi edhe fondet të cilat rrjedhin nga taksat e shqiptarëve nëpërmjet buxhetit të shtetit. Pra shumë e rëndësishme të kuptojmë që ku shkojnë këto para, a shkojnë në të mirë të jetës akademike, a shkojnë në të mirë të infrastrukturës, por jo vetëm të asaj që duhet jetë thelbi i një universiteti që lidhet me kërkimin, zhvillimin, kërkimin shkencor, publikimet, të cilat duhet kryen jo vetëm nga pedagogët, por edhe nga studentët nëpërmjet kërkimeve shkencore. Dhe ky është që në fillim qëllimi kryesor mbi cilin ne jemi vendosur. Ajo çka ne kemi si metodologji të këtij lloji monitorimi lidhet me marrjen e këtyre transakcione nëpërmjet thesarit të shtetit, që ne mund t'i aksesojmë ato online, dërgojmë kërkesa për informacion universiteteve, por ajo që jemi ndeshur të paktën në vitet e fundit, po që në fillimet në të cilat jemi përballur me universitetet, shihet një stepje universiteteve kur ti drejton kërkesa të drejtë për drejta për informacion për të marrë kontratat e këtyre shërbimeve të cilat apo transaksioneve të cilat ato kanë nënshkruar dhe aq më tepër pastaj për të marrë anekset e kontratave ku specifikohet në detaje se sa ka kushtuar për shembull një metër katror investim në universitete dhe kështu ti arrin të kuptosh, por nga ana tjetër të tregosh edhe më i qartë dhe më transparent duke mos shkuar në drejtimin e gabuar ose duke mos agozuar në drejtimin e gabuar universitetet, por duke u treguar i qartë. Por këtë në fakt ne ajo që kemi parë në vitet e kaluara ka qenë se universitetet janë stepur kur vjen puna tek këto lloj pyetjesh specifike duke i cilësuar ata një farë forme sekret tregtar. Pra, universitetet cilësojnë sekret tregtar një kontratën e një ceremonie diplomimi. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Mjekësisë po edhe këtë vit, ndonse ne kemi vite të cilët ne themi që është e mira që universitetet tregojnë transparente, na e kanë cilësuar këto lloj shpenzime, të cilat ne kemi pyetur më në detaje si sekrete tregtare. Tani i takon publikut, qytetarëve dhe kujdo tjetër të gjykojë nëse këto janë realisht sekret tregtar apo kemi të bëjmë me një mungesë dëshire për të qenë transparent. Kam përshtypjen se pyetja është retorike sepse kjo është mjaft e qartë. Një fjali që më tëroj që vëmendjen nga raporti, ju shkruani, kjo nism synon gjithashtu të adresojë problematikat që lidhen me integritetin, legitimitetin dhe efektivitetin e bordeve të administrimit. Shkurtimisht, pse janë kaq të rëndësishme këto borde dhe cilat janë problematikat lidhur me integritetin, legitimitetin, efektivitetin e tyre? Për ta sqaruar edhe për qytetarët, universitetet kanë dy forma se si ato administrohen. Në formën e procedural të shpenzimeve, por edhe të administratës universitetit, këto kontrollohen nëpërmjet bordeve të universitetit dhe atij që është administratori. Pra është një individ i cili menaxhon pjesën e financave të universitetit. Dhe ndahet jeta akademike e cila menaxhohet nëpërmjet senatit akademik, i cili kontrollon vetëm pjesën akademike brenda universitetit. Bordet e administrimit janë pikërisht to shqetësimet që ne ngrejmë, që lidhen me financat, menaxhimin, ku shkojnë fondet, a shkojnë këto fonde në dobi të kësaj jete studentore, pikërisht menaxhohen nga këto borde administrimit, të cilat në përbërjen e tyre kanë përfaqësues nga vetë universiteti, të cilët janë të zgjallur atje, ka përfaqësues që vinë nga ministria dhe pas protestës studentëve, u gjet një formë apo një shkas që të bëjë pjesë edhe një student, po që do vinte si përfaqësues i ministrisë. Pra në këtë pjesë në cilën janë përfaqësues ministrisë, një prej tyre do të ishte i zgjedhur nga studentët.
Këto një farë forme, ajo që ne të paktën mendojmë që duhet të thedhohet në vitet në vazhdim, apo që është dashur të bëhet edhe deri më tani, është që këto borde administrimi ta marrin seriozisht çdo lloj shqetësimi të cilën ne ngrejmë në pasojë të atyre pikpyetje në bazë të shifrave që ne shohim çdo vit, se këto lloj fondesh, këto lloj fondesh a sjellin një dobi në fund të ditës këto investime që kryen për mirëmbajtje, për R&D, për shembull shifra të tmerrsisht të larta, të cilat shkojnë në vit për detergjent, për shembull 60.000 euro Universiteti i Tiranës në vitin e fundit ka shpenzuar vetëm për detergjent. Pra, në këtë lloj forme, ne ajo që ka ngrem hije dyshimi është fakti se këto lloj shpenzimesh kaq të larta për infrastrukturën, por që nuk thërret. Është vështirë ta ndjekësh më pas nëse ku shkoi ky detergjent, au konsumua apo jo realisht. Padyshim, sepse ajo që ne kemi si sy i jashtëm, ne kemi të drejtën, ose edhe mund të them kapacitetin për të hedhur hije dyshimi. Janë institucione të cilat mund të përmendim këtu, KLSH-n për shembull, APP-n, të cilat mund të thedhohen sepse kanë jo vetëm po ja i lejon ligji që ato të futen brenda institucioneve dhe të thedhohen në këtë aspekt. Në vitin e fundit ne këtë e kemi parë. Për shembull, SPAK-u mori 28 masa sa i takon procedurave të prokurimit për Universitetin Bujqësor të Tiranës. 35 masa ka marrë KLSH e më pas APP, për shembull për Universitetin e Shkodrës, në një rast për Universitetin e Elbasanit, për Akademinë e Shkencave, sa i takon shkeljeve që ato kanë gjetur në mënyrën e kryerjes së procedurave të prokurimit. Pra, ato hije dyshimit të cilat ne kemi hedhur nga njëra anë, na vjen mirë që përkthehen edhe në nisma që institucionet të cilat e kanë për detyrë, apo edhe ligji ja kërkon të shkojnë në këtë ti evidentoj këto elemente që mos të kalojnë pa u vënë re. Nëse shkojmë tek gjetjet kryesore, ne filluam ti prekim disa prej tyre, por unë doja të ndaleshim pak dhe te kjo transparenca e munguar, fatkeqësisht duhet shtuar. Përmendëm Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Mjekësisë që këto kontrata i shpallin si sekret tregtar dhe kjo automatikisht i jep të drejtën ti fshehin, është diku e ankimueshme një gjë e tillë? Ne jemi në një proces gjyqësor me Universitetin e Tiranës, ku në shkallën e parë ne kemi marrë një përgjigje pozitive nga gjykata, por padyshim shkallat e gjykatës vazhdojnë dhe ne jemi në pritje që institucionet e drejtësisë të japin një përgjigje për këtë, që realisht këto lloj anekse kontratash në cilë a dëmtojnë sekretin tregtar në një farë forme, apo shërbejnë në fund të ditës për transparencë, për publikun dhe për çdo tjetër se si shpenzohen financat e universiteteve publike. Padyshim këtë i takon institucioneve drejtësisë. Ne kemi bërë hapin ton që jemi drejtuar atyre për të marrë pikërisht një përgjigje që do shërbejë më pas, si edhe një përgjigje për çdo lloj rasti tjetër që do vinë në vijim, që do t'i cilësoj ato si sekret tregtar. Por në fund të ditës, në gjykimin ton, në gjykimin besoj të çdo qytetari, unë e thash edhe një herë, nuk mund të cilësojmë ne për shembull koston e një detergjenti, koston cila mund të jetë për shembull për një veshje të një ceremonie diplomimi që mund ta marrin studentët, ta cilësojmë sekret tregtar, sepse në fund ditës janë kosto të cilat vlen të ballafaqohen dhe kjo ndihmon edhe vetë universitetin që të mos gjykohet negativisht. Pra sot një qytetar kur shikon shifra të fryera, ato mund të kenë një shpjegim me vete nëse universiteti arrin që t'i kthejë ato përgjigje me transparencën e duhur dhe t'i jap shpjegimet e duhura mbi bazën e atyre arsyetimeve financiare, por kur nuk e bëjnë këtë një gjë të tillë, kjo dëmton edhe vetë universitetin në fund të ditës mbi përshtypjen apo perceptimin më pas që krijohet për vetë universitetet publike në vend dhe menaxhimin financiar që ato kanë. Logjika të çon të mendosh që nëse nuk do kishte asgjë për të fshehur, çfarë nevojë do të kishte? Këtë vit kemi një rast pozitiv që vlen ta theksojmë. Universiteti i Elbasanit për shembull. Këtë doja të thoya, nëse në këtë spektrin e transparencës kemi në krahun negativ, shikoj Universitetin e Tiranës. Në anën tjetër, në spektrin në këndvështrimin pozitiv, kush le të themi shkëlqen? Universiteti në këtë aspekt, në këtë lloj bashkëpunimi, pra përgjigjet ndaj kërkesës për informacion, për të vendosur jo vetëm kontratat, por për të vendosur edhe nga ana tjetër edhe anekset e këtyre kontratave që janë edhe më të rëndësishme, Universiteti i Elbasanit këtë vit e bëri. Pra, kur ne nga syri i jashtëm gjykojmë dhe themi, po pse Universiteti i Elbasanit nga njëra anë i jep këto kontrata lehtësisht, pra i vendos edhe anekset e tyre lehtësisht, pse duhet këto kontrata të jo vetëm përballen në rrugë ligjore, po pse duhet që universitetet të mfshihen. Shiko, arsimi në përgjithësi, universitetet është një mirë, jo vetëm një mirë publike, por në fund të ditës, ne kur mendojmë që zhvillojmë korrupsion,
brenda këtyre institucioneve akademike, që në fund të ditës është një nonsens i madh, që ti të mendosh që edhe tek arsimi, tek dija, tek mënyra se si studentët në fund të ditës shkojnë marrin një shërbim i cili ka të bëjë me formimin e tyre akademik, të zhvillosh korrupsion edhe në këto nivele, atëherë ne mund të themi që korrupsioni në Shqipëri, të paktën në perceptimin e krijuar kur ti shikon këto lloj situata të krijuara, është jo vetëm kapilar, por është i shtrirë në të gjitha segmentet e institucioneve dhe të shërbimeve që shqiptarët shpeshherë përballen. Dhe kështu krijohet pastaj edhe perceptimi lidhur me korrupsionin, jo vetëm në universitete, por edhe në institucione. Nga sa universitete publike kemi ne vetëm 4, shikoj unë, janë ato që kanë vënë realisht në dispozicion në kontratat e tyre. Sepse një pjesë e universiteteve shprehen që këto mund të gjenden online, për gjenden online transaksionet, për shembull nëpërmjet agjencisë të prokurimeve publike, por kontratat reale, ato të cilat janë të shkruara me nene specifike, nuk gjenden online. Dhe kjo është ajo që ne kërkojmë që për të kuptuar dhe për të thedhuar në një farë forme, edhe për të mos gabuar kur ne i drejtohemi një universiteti, sepse në fund ditës edhe kjo është një përgjegjësi me vete, kur ti del me një raport të këtillë dhe vendos jo vetëm shifra, por edhe një gjykim mbi ato shifra. Ajo çka ne na shqetëson është se ku po shkojnë universitetet me këto financa që ato shpenzojnë. Se këtë doja të pyesja, kush është zëri në tërësinë e vet, kuptohet, të raportit, cili është zëri i shpenzimeve që merr le të themi fetën më të madhe? Nëse mund të evidentohet diçka tani, ne e dimë shumë mirë që shpeshherë ankesat e mëdha shkojnë për pagat e pedagogëve, por nëse ne marrim në tërësinë e shpenzimeve, mund të themi se 64% e totalit përgjithshëm të shpenzimeve të universitetit shkojnë për shpenzime personeli. Po ta marrim në shifër, janë thujse 66 milion euro, që 8 universitete publike i kanë për shpenzime personeli. Nga ky zë, 6 milion shkojnë vetëm për shpërblime dhe honorare. Po marrë në 8 universitetet që ne kemi monitoruar, pra universitetet publike që kemi monitoruar. Pra 6 milion shkojnë për honorare, për shpërblime. Pra nuk janë paga, janë diçka ekstra të cilët ne i japim për punën e mirë pedagogëve. Padyshim që ne nuk jemi kundër vlerësimit të punës dhe këto e kemi ngritur shpeshherë si shqetësim, edhe kur pedagogët protestuan. Ne duam që pedagogët vlerësohen, ne duam që pedagogët të marrin shpërblimet merituara, ne duam që pedagogët vlerësohen me pagën e merituar, cilën ato sot ende nuk e kanë brenda universiteteve, por nga ana tjetër, ne kur kuptojmë që pjesa më e madhe e shpenzimeve na shkojnë për personelin dhe administratën e universiteteve, çfarë mbetet pastaj për shkuar për kërkimin, për libra, publikime, për shkuar për prekje reale të teknologjisë, cilën ne shpeshherë e shohim si një investim mallor për shkak të momentumit në cilin ne jetojmë sot, ku është teknologjia është pjesë e përditshmërisë tonë dhe padyshim e zhvillimit. Zërat të tjerë që marrin le të themi një fetë të konsiderueshme, siguria fizike, ndërtime, rindërtime, mirëmbajtje. Në fakt, universitetet, po ta shohim sot, në kuptimin e tyre parësor, kur flasim për shpenzimet, janë kthyer në zyra prokurimi. Dhe të kuptosh realisht se çfarë ato prokurojnë janë llaç, tulla, mirëmbajtje godinash, mirëmbajtje të ndërtimeve në cilat mund të jenë krijuar apo ndërtuar. Janë rrojet apo jo? Po siguria në përgjithësi përfshin disa zëra, por aq më tepër kryesorja është padyshim ruajtja e godinave. Dhe për shembull, në 8 universitete 3 milion euro janë shpenzuar këtë vitin e fundit për sigurinë e godinave. Pra vazhdon të jetë një zë i fryrë, aq më tepër që është vetëm një kompani e cila përfiton në gjitha universitetet. Kjo e direktuar edhe në bazë të zhvillimeve ligjore, por padyshim ndoshta nuk është vetëm kjo problemi. Fakti se sa shkojnë, kaq shumë sa shkojnë pikërisht për këto lloj zërash që mund përmendim edhe R&D, të cilat mund të kemi mirëmbajtje, rikonstruktime godinash, por nga ana tjetër ajo që ne shohim në paktën në atë që studentët ankohen shpeshherë. Mungojnë sallat. Por nga ana tjetër ne shohim që transaksione kryhen për blerje pajisjesh elektronike. Studentët vazhdojnë dhe ankohen. Tani, ajo prandaj transparenca e vet institucionit i cili mban përgjegjësi për të deklaruar në këtë rast ndihmon në këtë mes, sepse vet institucioni duhet të thotë që ne po kemi shpenzuar kaq, kjo sallë është ndërtuar dhe po t'ja tregojmë këtë publikut, ndoshta edhe ky perceptim mbi mungesën e një investimit, padyshim që mund të ndryshojë. Investime shumë të mëdha, prandaj thash llaç e tulla, sepse po të shohim në Vlera për shembull, Universiteti Politeknik ka shpenzuar 4.1 milion euro për rikonstruksion ndërtim godinash. Universiteti i Tiranës 3.6 milion euro. Universiteti i Durrësit
3.5 milion euro vetëm për mobilimin e një ndërtese. Universiteti i Mjekësisë, 2.13 milion euro për rekonstruktimin e godinës së farmacisë. Në pamje të parë, ne nuk jemi kundër rritjes së infrastrukturës. Por ajo që shohim çdo vit është që rekonstruktohen godinat. Pra, ajo që ne kuptojmë, sepse është një raport i përvitshëm, dhe janë po të njëjtit zëra që çdo vit i kushtohet vëmendje, pra rekonstruktim, ndërtim, pra zëra në cilët në fund të ditës, universitetet këtu e kanë, edhe po ta marrim edhe në hijet e dyshimit në cilat ne mund dyshojmë për korrupsion, pse duhet gjithmonë të kemi tek kjo ndërtimi dhe vetëm rekonstruksioni, siguria dhe jo tek kërkimi shkencor për shembull. Se këtu duhet të ditë, duket sikur zëri më i sakrifikuar mbetet kërkimi shkencor apo jo? Vetëm 4.2% e shpenzimeve të universitetet shkojnë për kërkimin shkencor. Dhe duhet ta sqaroj këtë vit, kur kemi përllogaritur këtë zë, jemi treguar në një farë forme duke mos marrë vetëm zërin që ato deklarojnë për kërkime dhe zhvillime. Duke ju treguar shpeshherë më të mirë me qasjen tonë ndaj universitetit, duke përfshirë këtu edhe udhëtimet, cilat pedagogët kryejnë për shembull. Duke përfshirë këtu dietën, cilat ato marrin për shkak të udhëtimeve që ato kanë. Pra kemi marrë një sër zërash, cilët publikimet në një farë forme, një sër zërash të cilët në fund të ditës ne mendojmë se kryhen për kërkimin shkencor, duke e rritur krahasimisht ndoshta me vitet e kaluara, ndryshuar metodologjinë e përdhogaritjes dhe pavarësisht kësaj, pavarësisht se ne kemi shtuar një sër elementësh të cilët ne kemi marrë në konsiderat, nuk shkon më shumë se 4.2% e shpenzimeve, ajo që duhet të ishte thelbi një universiteti. Sot ne ndërtojmë politika për zhvillimin në shumë sektor, në shumë sfera. Por asnjërin për shembull nuk e kemi rrjedhoje një studimi që bazohet tek universiteti. Ne sot ajo na mungon, studimi, një politikë që ndërtojmë për çfarë do lloj sfere që ne të duam, duhet ketë rrjedhoje një studim në universitet. Dhe kjo është ajo që vazhdon dhe na mungon, e aq më tepër nuk e shohim pjesë të fokusit të universiteteve. Për shembull, këtë vit 250.000 euro janë shpenzuar për libra dhe publikime në universitete. Tani, ata shifrat e fryra që përmenda pak më parë, ta krahasojmë vetë qytetarët se kush është realisht synimi, qëllimi, mbi cilën shpenzimet kryhen. Ju, te rekomandimet, keni disa sugjerime, standardet e reja për prokurimet publike, rishikimi i strukturës së shpenzimeve në favor të studentëve dhe laboratorëve, më shumë financim për kërkim shkencor, prioritet të jetë teknologjia, studentët të bëhen pjesë e verifikimeve të blerjeve dhe kontratave. Tani, nëse ne marrim edhe mjafton mund të pyes çdo student që ka kryer universitetet në Shqipëri në këto godina universitetesh. E dinë që janë përballur me mungesë interneti. Në salla leksionesh apo seminarësh, ose i kanë thënë pedagogët do shkojmë te filan sallë, se tek sallat e tjera nuk punon interneti. Pra, e mora këtë si element, sepse ne flasim për laboratore, vendosim fokusin. Sot studentët e Politeknikut duhet të blejnë kompjuterin vetë apo një laptop vetë që të shkojnë në universitet studiojnë. Sot studentët e Politeknikut nuk kanë një drazë digjitale, nuk kanë një infrastrukturë në cilën ato mund të kenë një kompjuter aty që të studiojnë dhe ta kenë të prekshme, sepse po flasim për inxhinieri elektronike, po flasim për individ të cilët nesër do ta kenë pjesë profesionit tyre dhe këtë nuk ja ofron infrastruktura e universitetit. Ndërkohë që tash ne shohim për çdo vit shifra që lidhen me blerje pajisjesh, rekonstruktim godinash, mobilim e tjerë pajisje të këtyre godinave. Atëherë kur këto nuk shkojnë tek studenti dhe studenti deklaron që këto i ka nuk i prek në përditshmërinë e jetës tij akademike, atëherë padyshim që ne të paktën sot kemi të drejtën të hallim hijet e tona të dyshimit institucioneve të cilat pas duhet t'i verifikojnë ata. Flasim pak dhe për një tjetër raport që qendresa qytetare ka nxjerr gjatë këtyre ditëve dhe që lidhet me perceptimin e korrupsionit me studentëve, kam përshtypjen. Shkurtimisht na shpjego çfarë synon të mas ky raport dhe si funksionon në modalitetin e vet, pra si përftohen këto gjetje. Atëherë, ky është një raport perceptimi nëpërmjet anketave të cilat ne kemi zhvilluar me studentë. Është e rëndësishme që ne në sferat ndryshme kemi të matshëm perceptimin, por kur vjen puna tek universitetet, kjo po nuk u bë, domethënë, nëpërmjet këtyre raporteve, projekteve të ndryshme, ne e shohim që mungon nëse vjen puna nga ana vet atyre që janë institucione për ta matur perceptimin se si konceptohen ato në syrin e një studenti. Ne kemi zhvilluar 750 anketa me student në 8 universitete nëpërmjet një metodologjie të përcaktimit të 750. Po, nuk janë pak. Nuk janë pak,
dhe ne kemi marrë kampionin me një sondazhe për batut, me një sondazhe bën këto, me një anketime bën sondazhet politike në këto. Dhe justifikimi i parë i universiteteve është gjithmonë që ju kampioni është shumë i ulët për numrin e që kanë realisht studentët, por në metodologjinë e zhvillimit një ankete kështu funksionon. Ti merr një kampion i cili është relativisht i konsiderueshëm në analizën që ti ke për të nxjerrë një farë perceptimi. Për të mos u ndalur ndoshta shumë te kjo. Ajo çka vije të re për shembull, në totalin e saj, 9 nga 10 student perceptojnë korrupsion. Perceptimi i korrupsionit pastaj ndahet në sferat ndryshme. Perceptimi i korrupsionit nuk është vetëm mitmarrja. Perceptimi i korrupsionit është për shembull detyrimi për të blerë libra. 22% e studentëve perceptojnë që detyrohen për të blerë libra në universitete. Librat e profesorit. E profesorit, padyshim. Po në këtë rast ne mund të njësojmë një formë korrupsioni. Për shembull, 7% vlerësojnë favoret seksuale, të cilat janë format që cilat faqet korrupsioni. 10% shohin nepotizmin brenda korrupsionit si formë e tij. Mitmarrja për shembull është në masën më të madhe, padyshim është 44% që ato e perceptojnë se ekziston brenda jetës akademike. Kur ne kemi pyetur ato për shembull se ku e keni marrë, ku jeni informuar rreth korrupsionit, pjesa më e madhe thon tek familjar dhe miq. Por është një shifër e cila është e konsiderueshme në një farë forme, 22% e tyre shprehen se këto e kanë patur nëpërmjet përvojave të tyre personale. E më pas, ne kemi bërë edhe një pyetje e cila në fund të ditës është e çuditshme, po ta shohësh në pamje të parë. A keni ofruar rishfet? I kemi pyetur drejt për drejt ata anketuarit. A keni ofruar rishfet për të marrë një notë më të mirë? Dhe 1 ndër 10 student e pranon që ka ofruar rishfet për të marrë një notë më të mirë. Tani, këto janë disa shifra të cilat japin disa sinjale dhe indikator të asaj që është realisht jeta akademike brenda vendit. Padyshim është perceptim, por perceptimi të ndihmon që të krijosh apo të kuptosh se si funksionon mekanizmat brenda vetë jetës akademike sot në vend. Ne kemi ndalur jo vetëm te korrupsioni, por kemi shkuar pak edhe përtej saj. Kemi marrë edhe integritetin akademik të pedagogëve. Por për të shtuar dhe diçka lidhur me korrupsionin. Ne jemi munduar që të mos ndalemi vetëm tek perceptimi, po të ballafaqojmë shifrat edhe me ato që vijnë nga institucionet. Për shembull, në 4 vitet e fundit, 50 pedagog dhe administrat e universiteteve janë marrë në hetim nga institucionet e drejtësisë. Këto të ardhura një pjesa më e madhe ne e dimë nga Universiteti Bujqësor, sepse ishin 27 masa, 28 masa, që u bë e bujshme, por kemi raste në universiteti, kemi marrë informacion nga Prokuroria e Gjirokastrës, kemi marrë informacion nga Prokuroria e Shkodrës, kemi marrë informacion nga Prokuroria e Elbasanit, dhe në total kemi 50 pedagog dhe punonjës të cilët janë marrë në hetim. Që tregon që ky perceptimi nuk është dash pa bazë, apo jo? Padyshim që ky lloj perceptimi bazohet diku, pra ato e kanë një farë të drejtë në formën se si ato shprehen. Diçka tjetër cilën ne tek aspektet e mënyrës dhe të integritetit në përgjithësi që ne kemi theksuar lidhet për shembull me të kthyerit nga largimet e mëdha të vettingut. Ish prokuror, ish gjyqtar, të cilët ose janë shkarkuar nga vettingu, ose kanë dhënë dorëheqjen, por që të dyja kategoritë, nëse ne referohemi ligjit, nuk mund të jenë pjesë e institucioneve të drejtësisë, aq më tepër janë objekt i institucioneve të drejtësisë për hetimin e tyre pasuror më pas, ne i shohim 8 prej këtyre rasteve kemi arritur ne të identifikojmë. Nuk mund të themi që janë të vetmet, apo janë vetëm kaq. Ne në punën tonë hulumtuese kemi arritur të identifikojmë 8 raste në universitete publike dhe private të këtyre individëve të cilët sot japin mësim dhe janë pjesë e jetës akademike. Pra, në një formë ne vendosëm që në drejtësi të shkëputemi nga e kaluara dhe vendosëm bënim një formë vettingu brenda këtyre institucione, por nga ana tjetër ato kanë gjetur një dritare hapur dhe janë futur në pjesë e jetës akademike. Aq më tepër për shembull mund të kemi pjesë të shkollës magjistraturës, pra nesër këto përgatisin prokurorët dhe padyshim, po ne fokusin e kemi padur tek arsimi dhe ato nesër do të shkollojnë dhe do të edukojnë prokurorët, gjyqtarët e arshëm të këtij vendi. Dhe kjo në fund të ditës është një pikpyetje e madhe se mos jemi përsëri në atë rrethin vicioz në cilën ne vazhdojmë të lëvizim. Në fakt doja të të pyesja, a ka një ndryshim kur shikon këtë raport për perceptimin e korrupsionit ndër vite? A ka një ndryshim apo mbetemi po taj niveli? Mund të jetë për mirë, mund të jetë për keq, nuk e kam idenë. Ne kemi zhvilluar vite më parë dhe mund të them që shifrat janë më të larta.
sa i takon perceptimit të korrupsionit flas në universitete, krahasimisht me atë të cilën ne kemi zhvilluar vite më parë. Por padyshim unë nuk shoh të tjera të ngjashme të cilat zhvillohen për të bërë një formë krahasimi, por këtë duhet ta kenë vetë institucionin. Ne sot kemi një ministri antikorrupsion, kemi një strategji antikorrupsion në të cilën e kemi të miratuar. E cila ka pjesë kryesore. Po padyshim, për ne kemi pjesë kryesore ka arsimin. Dhe në fund të ditës, nëse ajo vetë nuk zhvillon një formë perceptimi, si e mat punën në cilën ajo zhvillon ditë për ditë, dhe si mat efektet e punës të cilat ajo zhvillon. Prandaj, një formë për një tjetër them mungesë e madhe e seriozitetit në trajtimin e çështjeve që lidhen me arsimin, korrupsionin brenda jetës akademike. Përmendë shkurtimisht të lutem sepse jemi në fund, po përmendë integritetin akademik të pedagogëve. Ajo që ne kemi vënë re në shkurtimisht, studentët për shembull në masën më të madhe perceptojnë, pothuajse 76% perceptojnë që brenda stafeve akademike ka individ të cilët nuk e zotërojnë lëndën e tyre, mund të themi në masën 40% kanë sjellje arrogante dhe të ashpër me studentët, dhe aq më tepër pika kryesore, studentët sot identifikojnë plagjiatur të përhapur në punimet doktorale apo e perceptojnë që pedagogët e tyre mund të kenë kryer plagjiatur. Pra në këtë formë mund të shprehen më qartë. Dhe këto janë elementë të cilët ne na mungojnë dhe ajo që ne sugjerojmë si rekomandim kryesor, mendojmë që ka ardhur koha që edhe brenda institucioneve akademike duhet të ketë një vetting i cili nis nga lart dhe për ta parë pastaj ato të cilët kanë marrë poste drejtuese, padyshim duhet të ketë një vetting të integritetit të tyre, padyshim individual, pasurisë që ato kanë për të hulumtuar më pas edhe tek të gjitha elementet që kanë të bëjnë edhe me aftësitë e tyre për të qenë pjesë e jetës akademike dhe studentëve. Vetting të mirëfillt, siç u bë për gjyqtarët dhe prokurorët, duke nisur nga xhepat e tyre. Është vetmja formë që ne të shkëputemi nga kjo mënyrë dhe ajo që ne për çdo vit mundohemi që ta vendosim në fokus, që janë këto elementë që kanë të bëjnë me korrupsionin brenda jetës akademike të vendit. Kolindo Vjerda, të falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjithë informacionin që solli dhe shpresoj që këto gjetje të raporteve të qendresës qytetare të merren në konsiderat nga institucionet, jo vetëm universitetet që përmendëm, por edhe institucionet e tjera që kanë detyrimin të reagojnë dhe të bëjnë diçka. Ne të nderuar televizionistë do shkëputemi pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë.